أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالمدريم dhe lavdërimet e panumërta I takojnë Allahut Azza wa Jall. Nërsa salatë dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët pasuan pasojë dhe do të pasojë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, këtë ligjërat inshallah do të flasim mbi temën që sjellja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe raporti I pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe ngushëllimi I pejgamberit alayhi salatu wasalam me çdo njërin prej neve. Do të thonë, çish I ngushëllon te pejgamberi alayhi salatu wasalam të sprovumt. Nuk ka njeri që s'është sprovuar një herë. Do të thonë, kjo është detyrim që si ti jesh në jetë, dashte ti s'dashte ki mos provu. Do të thonë, kjo është ligji I Allahut Azza wa Jall. Ne sot do të flasim me disa hadithe, jo e gjatë, disa hadithe se për këtë temë, vallahi billahi për çka temë, në muaj Ramazan ka ligjërat. Do të thonë ditë për ditë. Do të thonë jam mundu mi caktu disa hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasalam për me kuptuar se çish I kanë ngushëlluar, kanë atë trajtën e njerëzve që janë sprovuar vazhdimisht, ne do të flasim edhe për të sprovuar që janë maksimalisht. Për shembull, kush ai sprovoi maksimalisht? Ati që I ka dek fëmia, ai që se ka kërkan në shtëpi, ai që kit pasurinë e ka pin milioner fukara ekstrem. Do të thonë, në këtë situatë edhe kena me folën, do të thonë ndërkohë kena me folë edhe për ato të sprovum që janë sikur. Ne për shembull, me sprovë më të vogli, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe një therr me të hyn kam, Allah Azza wa Jall t'i fal gjunat. Për këtë arsye si fillim, urtësia e Allahut Azza wa Jall, urtësia e Allahut është që në tokë me zbritën edhe gëzimin, edhe pikëllimin. Do të thonë edhe të mirën, edhe të keqen. Urtësia e Allahut, se mu paskon kit amël, para mendore veç mu paskon kit dynjaja amël. Po e sa këshmi ditë, do të thonë shqyqirin tamlit, për çka disa dietar thojnë, falënderimi I takon Allahut që e ka krijuar të mirën, do të thonë që e ka krijuar të keqen, që edhe e mira me pa të kuptim. Falënderimi I takon Allahut që e ka krijuar gjunahin, që edhe sevapi me pa të kuptim. Do të thonë, nëse si shtekon gjunahi, shekshmi ditë unë ti shka sevapi, shekshmi ditë. S'kishte pas shanta se kishte ditë çka se vao, për çka arsye? Do të thonë, Allah Azza wa Jall ja ka krijuar të kundërtën, të bardhën, zezës, dritën, natën. Do të thonë, I ka krijuar të kundërtat që me mujt me pat një lloj kuptimi. E dashur vëllezër besimtar. Kush mendon prej neve se nuk ka mos provu asnjëherë, ai hala se ka kuptuar se është teklif. Për shembull, teklif çka është? Kur I ban dikujt teklif, çka I bie? Ja ki dhënë një përgjegjësi. Hala ne si kena kuptuar se Allah Azza wa Jall na ka dhënë përgjegjësi nëse mendojnë as kena mos provu. Ose e dyta, hala nuk I kuptojnë kategorinë e dytë njerëzve se ti lip me qenë në shtrum. I në shtrum ka shikujt, s'mund me qenë në shtrum ka shi insanit. Për shembull, ka njerëz që ju në shtrohen njerëzve. Ama ne na në shtrum plotësisht, do të thonë teslimi kena bo, e kena pranuar Islamin, ku ne na bo teslim Allahut Azza wa Jall. Nëse e ke pranuar Islamin edhe I bo teslim, tamam që çdo të bëu teslim, I në shtrum e kupton se Allah Azza wa Jall ka me ta çu patjetër në jetën tënde, do të thonë fatkeqësi, do patjetër. Fatkeqësinë këtë rastive sprova, gajle, do të thonë mërziat e tua, nuk shkon jeta krejt me të kënaqshme, se me pas shuket me të kënaqshme, u kishte desh me thonë, çka e kënaqshmja kanë mërzisi, si të di çka mërzia, për këtë arsye Allah Azza wa Jall e ka lënë kësi rasti. E nuk do mend që njëri mund të mos provojë, do të thonë 3 pika, edhe pse ka më shumë ne kemi përmend 3. E para është në pasuri, e dyta është shëndet. A ka dënjani që s'ka nuk ka smu asnjëherë? A ka dënjani që si ka rënë ai grip, që nuk ka smu me diçka, se ka vrarë ai dorë? A ka dënjani që nuk ka sprovuar shëndet? S'ka shanca. Nëse kur gjë nuk sprovosh, as në pasuri, as në familje, në shëndet ki mos provu. Do të thonë, kjo është detyrim edhe e treta është në familje. E dashur vëllezër besimtar, nga rrugt udht më të dobishme që mundën me çu njërin, që kjo është interesante me kuptu. Nga udht më të dobishme që njërin mundën me çue për me I ka përci sa ma le të sprova çka është, me shkue, me fol me ato njerëz të sprovum. Për shembull, çish thojnë në popullorçe, shko vetë atë çka ka rapi dardhë. Do të thonë, shko vetë atë çka ka rënë grop, me të kallëzuar se çish mos më rapi dardhë, çish mos më rënë grop. Do të thonë, ne lip më mësu prej njerëzve, do të thonë që janë sprovuar shumë. E kush është njëri më I sprovuar në dynjë? Kush është njëri më I sprovuar në dynjë? Rasulullah alayhi salatu wasalam. E kena një shkollë më poshtë, nuk ka sprovë që të ka ndodhur. Sot të tash ju tham, mendoje deri te çajo pika kur të vinë, çdo njëri këtu, mendoje. Një pikë, një sprov që të ka ndodhur ty e që si ka ndodhur pejgamberëve të Zotit, vetëm një pikë. Çfarë do të sprove? Fëmia, gruaja, kushdo kohë që ti mendon sprove mëdha në jetën tonë, pasuria, problemat, stresi, me siher, me kit, sprova që I ke dunjas, ti cilën dush sprovë mendoje, unë kam të argumentuar me cilin do prej pejgamberëve të mëparshëm, sidomos me pejgamberin alayhis salatu wasalam.
Domethënë kanë qenë njerëzit më të sprovum, e pejgamberi alayhis salam është shembulltyra sa ja kanë që ka më shumë ti bidardhe. Aja kanë që sulmu më shumë ti. Aja kanë që sprovu më shumë ti edhe ne kena shembulltyr se çish me ka përcis provat e tona. E dashur vëllezër besimtar, kjo është arsyeja, domethënë këto ishin pikat e para, kjo është arsyeja që sot tek na e fol domethënë për çka temë. Pika e parë e kësaj temës është kështu. Muhamedi alayhis salam thoshte, domethënë Muhamedi alayhis salam thoshte, an-nabi alayhis salam qal, Allahu azza wa jall i sprovon atyve, domethënë ato persona që do të mirën. Për shembull, transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se Muhamedi alayhis salam ka thënë, nëse Allah ja dëshiron dikujt të mirën, e sprovon me të pakëndshme, me atë çka se do njëri. A e do njëri sprovon? Nuk e do. Nuk mundesh me thonë e du sprovon. Ja vallah, unë e kënaqsh në sprov. I të rrejtë, së mundesh më kënaqsh në sprov. Nuk mundesh më kënaqsh ti kur des fëmia jo. Vallah jam të kënaqsh. Jo, ti dhem, ama ti kënaqesh me caktimin e Allahut, se ti s'kënaqesh me ndjesinë tënde. Për shembull, kjo është ai hadithi i pejgamberit alayhis salam që ka thënë, Allah ja ato ta dosh mirën, ato me ditë ta dosh mirën. Nëse i të dosh me ditë ata do të mirën, këshira Allah ja të ka çu sprov, më në një mujt, këshira. Nëse Allah ja të lën rahat që një vjet, as një sprov thotë ta çu, valla më duket kjo është sikur rezultat që ato dash me ta mush bagazhin, që nesër kur shkosh në gjykimit me ton, o robiem, unë as nuk pastrova, as nuk, do të thonë sprovova, as nuk pastrova pi gjunave, tash kemi pa ti se çish është llogaria pas provonit. Për këtë arsye ne e kuptojmë as provën se Allah azza wa jall na duhet të na sprovon. Se kur i thu dikujt kur i vjen në sprov, ej Allah i të ka dash, valla nuk e besojnë shumica. Ej, Allah i të ka dash me që të ka sprovu. Ko e di, bash mu më gjeta, e di. Bash mu më roki që ka dekja. Do thonë, kjo është pi imanit dopte dhe imanit lot që e kina në zemra tona. Do thonë, lip me përmisu vazhdimisht imanin besimtari, që me kuptu se drejt Allah azza wa jall, ti do dhe ti të sprovon. E masana i na vazhdon, për shembull El Baji, në këtë hadith kër e komenton pejgamberit alayhis salam, thotë se kjo nën kupton mos provue, do të thonë kur desin ti familjar, e nëse tregohesh ti i durueshëm kur des ti baba, nana, fëmia, gruaja, thonë çto më të afërmit e tu, nëse ti kallzoj sabërli dhe thu jam i kënaqur me caktimin e Allahut, çat herë, ama bash çat herë, në çat pik Allah azza wa jall ti ta shet durimin ta sabrin ta ta xhenetin, do të thonë xhenetin Allahut azza wa jall. Transmeton Anas ibn Malik se Muhamedi alayhis salam ka thonë, e që kjo është masajna me kuptu se shka asprova, se ne vezojnë asprov problemin më të vogël. Për shembull, tavanon espresën kamarierit, ti thu sprova kjo, po sa sprov kjo? Do të thonë, ne me kuptu se shka asprov ta është drejt. Për shembull, Muhamedi alayhis salam thot, vëllimi, sa do më ngrit ti është problem, sa do më fitu ti në xhenet është problem, thot është sipas vëllimit sprovës. Për shembull, çka i bie kjo drejt? Disa mendojnë se pak sprovohet, dikush ja ngrit kerrin, çka jam sprovu, sa sprovu kërkush, ka dalë o mubarek. A di se ka njerëz që i ka tekit familja. A di një rastin në Bullgari që ndodhi me autobus. Ato, do të thonë, të karshiakës që janë, që i ka tekit familja. A di se ato kanë metën, i kanë patën ka 5-6 fëmijë, kanë metë pas një fëmijë. Do të thonë, aja sprovu me sprova matrana që mund të sprovu njëri. Mos me noti se ti ta ka ngrit dikush kerrin dhe thu valla unë më sprovu mi dunjos. Ka njerëz që janë sprovuar 100 herë më shumë se ne. Do të thonë, lip me kuptu drejt se jo çdo sprovë që ndodh ti më e rënda është, po s'është më e rënda. Thonë ka sprova shumë më të rënda se çka mundesh me kuptu ti. Për çka arsye, do të thonë, nëse do me di drejt se sa kish problemin ta Allah këshire, do të thonë vëllimin, do të thonë atmosferën e sprovës tone. Jo ti një kaçore sprovë të ka ardhur njëjtë, dikush për shembull gruaja sta ka ptu ti bukën në shtëpi, ti duket sprova Allahit. Po nuk ka kjo sprova Allahit. Kjo mund të më kanë vesh një test i Allahit, as prova Allahit kur për me goditet besimtari mirë. E për këtë arsye dashur besimtar, Muhamedi alayhis salam i mësojke sprovum, për shembull neve na mësojke, se si më kanë durueshëm, për shembull, transmeton përsëri Anas ibn Malik se Muhamedi alayhis salam rastisi çelloj, do të thonë pranë një gruaje, që hadith e kanë përmend dikon personalisht kanë përmend shumë herë. Ama sa që e ndoxhoj, e lexoj këtë hadith, vallahi ta jap një kuptim tjetër, është i çuditshëm si hadith. Pejgamberi alayhis salam ka përcen, para mendone, ka përcen para një varit. Edhe e sheh një gruaje që i ka dek fëmia, edhe tu kajt non stop ajo. Kaj. Edhe pejgamberi alayhis salam shkon i thot, "Ki frikë Allahin, ban sabër." Po në moment që gruaja i thot, "Ik mos ti shoh sit pejgamberit alayhis salam." Thot se sham ka çu mua, sham ka ndodh, mu kërkoj si ka ndodh. Ec pejgamberi alayhis salam. Nuk e ka pa debat me thonë, a dikush jam unë pejgamberi i Allahit. Sikur ne me thonë, dikush na dia këtij llafin hoxhës, po punë të madhe se apo se këtij llafin. E kupton se nuk je ti pejgamberi pa gabushëm. Do të thonë këtë rast pejgamberi alayhis salam hec. Edhe në moment vin do i thojë, a dikush na hi këtij llafin, Resulullah alayhis salam. Edhe kjo gruaja pishmallëkit të madh, tu ngaren shkon te pejgamberi alayhis salam.
Edhe kur shkon këtë moment, pejgamberi alayhis salatu wasalam, do thonë kjo në formë shprehje, në formë keqardhi i tha, nuk e dita se je ti ja Rasulullah. E pejgamberi alayhis salatu wasalam, çu te keni mësim shumë të mirë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha, goditja kur të mshon sprova, sabri li më kon në momentin e parë. A di çka i bie kjo? Kur ti des nona, fëmia, dikush i madh ndodh një fatkeqësi, ti në momentin e parë më thon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jo, kush ka ndodhi be? O Allah, bashkëmunxhete. Po edhe jo besimtari dhe qafiri ban sabër mas 1 muaj, 2 muaj. Se e di mo, s'monët me këthi. Besimtari ban sabër në qatë moment. Të mshon Allah i fort, ama ta merë loçkën e zemrës, ti i thoi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kupton? Domethënë drejt automatikisht ti li më mësu me bo sabër çfarë moment. A di sa problem kena ne çështu, vallahi, di. E shtina zënjonin likur, alhamdulillah kena shumë musliman të mirë që ju kanë ndodhur provat mëdha, kanë bo sabër. Ama shtinin likurën tane. Mendoje tash tir dikush ose nëse dënjonit për juve i kanë ndru jetë baba nana, pse më shumë besoj që i kanë vdik, kur të ka vdik baba nana, a ki bosi i qartëm a i kanë i knash me caktimin e Allahut. Domethënë që tu e teston ti imanin tanë se e ki të fort. Pejgamberi alayhis salam i tha, durimi është momentin e parë. Domethënë kur të bjerë sprova tak, ti ndalesh e mendon thuj, po pikuj vjen kjo sprov, pinjeri ta, jo për Allahut ka, dhe automatikisht i pajtohesh me situatën që ta ka sjell Allahu azza wa xal. E dashur vëllezër besimtar. Ka disa dobik i hadith cilën e përmendëm, i pari është që Muhamedi alayhis salam u tregonte i but. Ashpërsi kurse ka dashur Resulullah, subhanallahu. Kjo na tangon krejtve që ashpërsien kur nuk e ka dasht asë në fjallor. Ne kena të regu se që ka folë pejgamberi alayhis salam. Ligjerata e ka ngrit zanin për me të regu seriozitetin e fjallës Allahit edhe fjallës ti. Ama po folna me njerëzi kur ka kontaktu, kur ka qollu, kur ka rastis. Kur sa nervozus, ki mujti me qitë pe kontrole pejgamberin alayhis salam. As nuk kanë mujt kërkush me qitë, as gratë veta. Do të ne kena diskutuar në ligjerata ndryshme. S'ka mujt kërkush për këtë arsye, ka qenë shumë i butë në çfarë do rrethane. Për shembull, shpesh e marr shembullin e jedini që ta zë dikush udhën me kerti muni erë bërtet sen. Kua sabri, do thonë. Kua sabri, kua më kanë ti i but. A ban ta di kur ti ban sabër. A ban ta di unë kur ti e kallzon sabrin tan. Veç kur të vanot buka në sofra. Veç me ta mi thon dikujt një bardakuj pse ta vanon 2 minuta, çu bëhet sabër. Sabër bëhet kur ti më shumë, sidomos kur disa thonë tash në Ramazan. Elhamdulillah, ma pak. Të shku të qetësua situata. Mzo Ramazani. Jo altan me zonti Ramazani i bie mirë, po ti ka zonë shejtani automatikisht. Për me zon Ramazani punë e madhe është. E dashur vëllezër besimtar, pikë tjetër për këtë hadithit është, duhet me fal atë që kërkon falje, por shembull pejgamberi alayhis salam nuk i tha kësaj gruas, "Am shajta hubbe tani." Jo, e fali drejt automatikisht. Falje në moment që dikush të vjen me të lip falje, mos u bani ashpër. A ka art ka thon, "Fal o vëlla, kam gabu." Mos u ban arrogant mi thon, "Ja s'falju." Po kush jeti që s'fal? Allahu azza wa jall për shembull, para mendoj me thon Allahu, "O robim, ti se ki falë robin", do thon krijesa krijesën, unë ti si krijues nuk të fali ti si krijes. Para mendo, Allah azza wa jalla na përmend pejgamberit alayhis salam thot: "Irhamu man fil ardi", mshironi ato që janë tokë, kamë të mshiruaj i cili është në qiell. A e beson që këtë hadith? Në çet trajt, ti mshiron, unë mshiroj vllavi mshiron hoxhën, do thot reciprocitet bën në aspektin e mshirës, edhe kur ta mshirojsh ti njëri tjetrin, a e pret mshirën e Allahut? E pret mshirën e Allahut. Po kurse mshiron njëri tjetrin, s'e pret çast mshirën e Allahut azza wa jall. Kjo është mësimi i dytë, edhe mësimi i tretë është, te çka mësimi i tretë kena mu detaju pak më poshtë. Nuk guxon me vajtu te vorrët. Definitivisht, do thon, është haram i madh me vajtu. Çish bojnë gratë, sidomos gjenia femrore. Haram i madh është. Për shembull pejgamberi alayhis salam ka hadith që shka është prej xahiletit, ignorancës para islamit që i ka met Islami, do thon muslimanëve përmas. E Muhamedi alayhis salam tash fol mbi shpërblimin e fatkeqësisë. Për shembull, transmeton Kurra ibn Ilyas se Muhamedi alayhis salam ishte i ulur me disa shokët e tij. E ndërta ishte edhe njëri që e kishte fëmijën prerë. Subhanallah, te fëmija, do thon te fëmija baba, nona reagojnë mas keqti. E kishte një shok i pejgamberit alayhis salam fëmijën e vet në prejën tult. Edhe Muhamedi alayhis salam me vet kështu drejt thot, "A e do shumë?" E di çka thënki, thot, "Ja Rasulullah, Allah azza wa jall dasht", do thon, ky njeri i thot pejgamberit alayhis salam, "Allah azza wa jall dasht ty, që unë e du fëmijën tëm." Dhe pejgamberi alayhis salam kur gjo nuk fol. Mas një periudhe që ti që e kështë e fëmijën, i des fëmija. Allah azza wa jall e sprovon fëmijë. Edhe në moment, pas këtij sprove që Allah azza wa jall e sprovon, ki burri, do thonë që i ka dek fëmija, s'del mo hiç pi shtëpie, pse s'del pi shtëpie? Tu e vajtu fëmijën e vet. Do thonë, "Më ka dek fëmija, shumë e vajtoj ke fëmijën e vet." Edhe pejgamberi alayhis salam e pa se disa ditë nuk e pa, edhe i pyeti shok, tha, "Ku është filan burri?" I thani, "Ka dek fëmija Rasulullah." Dhe pejgamberi alayhis salam shkoi te shtëpia e tij dhe i tha, "O filan, çka është, do thonë më e dashur për ty?" Kështu
ato këshillat, do të thonë ne li më mësu pisyve haditheve, që kur shkojna me pa dikan që i ka dek dikush, me ditë që me fol. Jo veç me mush fjalor, me di veç muhabet, me ani sigur në disa vdekje him muhabet i dunjajës, ose fatkeqësi e madhe, shkon te vorët ban muhabet për dunjajën. Fatkeqësi e madhe. Do me thonë ti vdekja nuk ka të talon shenjë. Ti fol për biznesin tanë te vorët. Do me thonë a njëri atë shku në ahiret, i te përcjell për në ahiret, ti fol për biznis. Do me thonë, lip miravetit masën që këtë aspekt. Kur shkojsh te vorët, kujtoj e vorin, o Mubarek se për pak ditë ndoshta as nesër ja nuk të ze, as një vjet ndoshta nuk shkon, ti që atja vetë kemi shku te vori, ti shkon bën muhabet biznisin. Por kujtoj më vdekjen, por kujtoj momenti kur ja vënojna drasat edhe dhëvin për mi kur ja qesna, e kur bojna dua për atë, kur folna për atë, kujtoj se edhe ti ki më kanë çat citat, edhe unë kam më kanë çat citat. Do të thonë, kjo është problematike që ti automatikisht shkon te vorët, i ndodh diku një fatkeqësi, ti muhabet dunjaje ban. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam ja mësoi ke, na mëson neve me çka hadith, çish me fol kur shkojna dikun, ose çish me fol kur shkojna dikan me pa çi ka vdek dikush. Pejgamberi alayhis salam i tha, shka është më e dashur për ty. Do thosh, kanë do ti më shumë. A është më e dashur për ty që të jetosh këtë jetën tani me vladin tan? Thotë, a është më e dashur për ty që nesër e vladi jot me ti çel dyert e xhennetit dhe me hitin xhennet. Valla, leta me thon, me çel dyert e xhennetit dhe me hitin xhennet. A më hajden proks? Zor apo. Edhe ky thot, nuk du se e kuptoj se pejgamberi alayhis salam po jep një stimuls të madh, do thonë që fëmia prit shkaktar që ty me të marrë në xhennet, në moment që i tha, ja Rasulullah, do të thonë, une kam e pritën që fëmia e mi hap dyert në xhennet edhe me hinë në xhennet. Masanej shokët e vet që ishin rreth, e pyetën, do të thonë pejgamberin alayhis salam, ja Rasulullah, vlen veç për çket person që ki hadith ajo. Thot pejgamberi alayhis salam, çki hadith, çka fjali që e thash vlen për këtë njerëzit. Do të thonë, kujt e ka dek fëmia? Nëse ban sabër, do të thonë, nëse ban sabër, ama sabër pa ankesa. Jo sabër në shtëpi, ti kukatu në shtëpi dhe ban sabër, nuk ka kjo sabër. Do të thonë, fasbir sabran jamila, do të thonë ajet kuranor, ban durim me një durim bukur. Çka durim i bukur kur sa kohësh? Ti të dhem zemra, ama nuk e çet goja jote. Dhem zemra, do të plas zemra, do të dal pi venit ama ti ne ke nxjerr prej gojës tone. E pastaj pejgamberi alayhis salam ju tha krejt, tha, kujt na i ndodh në sifat keqësie, edhe ban sabër, edhe e preç problemin e Allahut, Allahu azza wa jall do t'ia mundsojë që ta fitoj xhenetin nëpërmjet fëmijës vet. Hurajra radiallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thonë, Allahu thot, do të thonë pejgamberi alayhis salam e transmeton se Allahu thot, nëse robi im sprovohet me një vdekje, do të thonë me një vdekjen e një dashuri që e do, thot dhe pastaj duron shpërblimin tim, nuk ka shpërblim tjetër, do të thonë përveç xhenetit. Atë që e tham manal, do të thonë hadithi i dytë është kjo. Muhamedi alayhis salam tha se i fshin gjunat. Për shembull ka ajet kuranor innal hasanat yudhibna sayyiat. Kjo ajet fol thot Allahu azza wa jall të mira që i bën ti të vazhdueshme i fshin të këqijat. I fshin ato gjuna që i ki bo, që ti shumë është e mirë kur ta bësh ti gjuna, e ki bo një gjuna, sidomos street, shkepën të bo gjuna. Allah i na falë, vallaj. Do thonë, mitmi të bo gjuna, qoftë me synje, qoftë me goje, qoftë me veshe. Do thonë, lloj gjuna e vazhdimisht, kur të bësh një të keqe, e pe një sadaka, fol një fjalë të mirë, do thonë, mëshiroje dikan që me mujt Allah azza wa jall me ta fal. Do thonë, kjo është e para. Nëpërmjet ajetit kuranor dhe e dyta, pejgamberi alayhis salam thot, transmeton Aisha radiallahu anha se Muhamedi alayhis salam thoshte, nuk ka sprov që e godet muslimanin, s'ka sprov hiç. Çfarë do sprove me kuptuar, nuk ka që e godet muslimanin, vetë se Allahu përmes saj ia fshin gjunat, thot edhe nëse një therr me ti, para do të shkon mal, në park shkon më kënaq, ti një therr në kam, vetë shpon, a di zup, a di ti dhem pa, kur ços duket, Allah azza wa jall ta kaloj në gjuna. Do të thonë, çfarë rahmeti Allah azza wa jall ka pas. Do të thonë, a ja fal dikujt ti borx kur ti ndodhe, do të thonë dikujt në ai fatkeqësi, valla ti vetë ja shton borxhin, ja shton presionin, automatikisht deri parë. Allah azza wa jall, edhe pse ne i kena borx me gjunat e tona Allahit, mi therr ti tin kam, pak e lakon kamën keq dikun, tu shkut e shkallët, Allah ta ka fshin në gjuna. Do të thonë Allah është rahim me neve, do të thonë shumë i mëshirshëm me neve. E dashur vëllezër besimtar, një ditë Muhamedi alayhis salam e vizitoi Ummu Alan, është një nonë e cila e ka një histori, do të thonë pak më ndryshe, po sot se shpjegojnë historinë e saj. Sa ajo ishte e smut, për shembull është e smut. E Muhamedi alayhis salam i tha, si hariçe, do a diçka më si hariçe se kena përndir disa herë në fjalë. Kur i thotë diku, "Ej, përgëzimbe, bushra", si hariçoj, e di, ka më të ndodh diçka e mirë ty. Pejgamberi alayhis salam kur t'jape si hariç, do të thonë i vjen kjo që është, do të thonë kjo ka bazë nëpërmjet Allahut azza wa jall. Edhe i tha, si hariçe o Ummu Ala, sepse përmes smunjës që e godet besimtarin, Allahu i heq mëkatet, çashtu çysh, a di çysh. Kur altanin e merr altanin, edhe e shtin zarr. Pse e shtin zarr me altanin? Mja hek kita to papastërtit, apo?
Allah azza wa jall nëpërmjet, do të thonë sprovës, nëpërmjet smujës që e kiti, Allah I ty të pastron. Pejgamberi alayhis salam thotë, çish pastrohet altani prej asaj të keqës, edhe çish pastrohet argjendi, do të thonë për asaj që është e përzime, do të thonë argjend ato I kanë shti hekër, altani kanë shti diçka tjetër, do të thonë pastrohet pi papastërtive. E këtu e kena një mësim. Për shembull kur bie gripi, sidomos çka sezon që kaloi, tash ka grip që shumica e njerëzve mund të ai smut, gripi, hund, kolli. A besoni në Allah që çdo koll që I ki, çdo mundim xhiks, çdo temperaturë që të vjen, Allah I të lan gjunaje. Do të thonë për çka arsye kur e kupton që shton ti smuesh, ti trellin hund, ti koll, edhe ti të lodh ajo, çfarë lodhësia jote vallaj te fletoria e veprave tua fshihen kanë gjuna, fshihen. Vallaj inshallah Allah një herë na sprovon pak më tepër do gjunaje se nuk ja dinane, do të thonë çka është mokanën, subhanallahu, me shkuta Allah edhe me full gjunaje. Për çfarë arsye çdo sprov që vjen, edhe grip qof, do të thonë ta pastron një ka një, do të thonë prej gjunave tua. Tash Muhamedi alayhis salam u premtoi xhenetin nëse janë durueshëm. Për shembull, transmeton Xhabir ibn Abdullah se Muhamedi alayhis salam a dini historinë e familjes Yasirit edhe Amarit? Njerëz të parë provuar në Islam, do të thonë që I kanë torturuar, do të thonë shahidi I parë në Islam. Do të thonë kjo është histori pak më e gjatë, inshallah ta bëjmë në ligjërat për historinë e këtyre, se ka shumë mësime të mira. Do të thonë transmeton Xhabir ibn Abdullah se Muhamedi alayhis salam kur e pa familjen e Amarit edhe të Yasirit duke u sprovu ju tha, jeni durueshëm, bani sabër. Do të thonë ato ishin të sprovu shumë ran. Ative edhe jeta ju shojti. Ato do të thonë u deshkë me dëshmu që s'ka zot tjetër, do të thonë përveç, do të thonë u deshkë me mohu Allahin azza wa jall. Ato bashin sabër. E thoshin u torturojshin vazhdimisht. Thonë histori e gjatë është kjo. E pejgamberi alayhis salam thotë, jeni durueshëm o familja e Amarit dhe familja e Yasirit, sepse vend banimi përfundimtari juve është xheneti. Do të thonë nëse ju bani sabër me çka sprov të madhe që ju ka dhënë Allahu, vallaj nuk ka shkat lan jashtë shpërblimi I Allahut edhe xheneti I Allahut azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam apet I si harriçoi me xhennet. Për shembull, transmeton Ebu Said el-Hudriu se Muhamedi alayhis salam ka thonë: "O I dërguari I Allahut, vetëm burrat, erdhi një gruaje te Muhamedi alayhis salam." Se për shembull, mundi me thonë, elhamdulillah te ne mundën me ngul ligjëratë edhe gratë poshtë. Do të thonë ama në shumë vende gratë ngulin ligjërata. Për shembull, ka ardhur një gruaje te pejgamberi alayhis salam dhe ka thonë pejgamberit alayhis salam: "Ja Rasulullah, do të thonë vetëm burrat po përfitojnë pi ligjëratave tua." Thotë çysh më apo thotë që edhe neve grave një ditë me na e caktuar që edhe ne të ngojna ligjërat. Pejgamberi alayhis salam I thotë: "Filan ditën kena mu taku këtë bashkarisht." A di pse po kishin këtë rast? Se për shembull gratë tona ne si edukojna për shka? Si edukojna për marrë me ngut ders. E unë mes këtij hadithit po ju lajmëroj se nesër apet ka ligjërat tek xhami, do të thonë meni, do të thonë hoxhenic, që ka më kallzu ligjërat. Mas namazit drekës. Mos I privoni gratë juve për ligjëratave. Thuni grave të juve, do të thonë nesër mas namazit drekës se s'ngo ligjërat. Do të shumë është e rëndësishme kjo pjesë. Çton çka xhami, mas namazit drekës, nesër e diell, do të thonë ka ligjërat, diellën edhe tentën, ama ju diellën, do të thonë nesër e diell thirrni gratë juve. Për këtë arsye kanë shku gratë, I kanë thonë ja Rasulullah, janë të sprovuar, do të thonë vazhdimisht, janë të sprovuar në gratë, janë të sprovuar se s'po mundna me të ngul ligjërat ty, edhe pejgamberi alayhis salam, do të thonë I tuboj me rivend edhe ju folke. A di çka ju tha? I tha, nuk ka gruaje që I vdes, do të thonë që I vdesin 3 fëmijë, e çaj fëmia do të thonë mu bohe, do të thonë çto fëmijë që kanë vdik, kanë mu mbum buloj, do të thonë kanë mbulu ti prej zjarrit xhenemit. A di pse u tha çket? Se gruaja më së rëndë e përjeton vdekjen e fëmijës. Do të thonë nuk ka shanca një gruaje për jetu led vdekjen e fëmijës. Dhe për këtë arsye pejgamberi alayhis salam tha, nëse kanë vdek 3 fëmijë, qoftë në bark, qoftë aborte, qoftë do të thonë që kanë jetuar me ty, do të thonë 3 fëmijë, thotë ti kanë më të bën buroj pi zjarrit. E disa gra e pyesin, e dy nëse I ka pat, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë edhe 2. Disa transmetime thonë edhe një fëmijë nëse I ka dek, edhe një fëmijë. Do të thonë, nëse ti des në fëmijë, sprove e madhe është kjo, Allah azza wa jall ka më ta mundsua që do të thonë me fitu xhenetin nëpërmjet fëmijës tan. E këtu është një hadith madhështor. Për shumë, përrimet që kjo është hadith që Allah azza wa jall me që këtë hadith pejgamberit alayhis salam na tregon se për shembull se çysh kontakton Allah imi me laçet. Për shembull transmeton Ebu Said do të thonë Ebu Musa el-Ashariu ku thotë se Muhamedi alayhis salam ka thonë: "Nëse vdes fëmia I një robi, para mendoni, këto sprova ne I ngojna çtora atlëk, do të thotë asnjëri prej neve çtu s'ka sprov, ose ndikujë I ka dek në shtat fëmijë, ose a di historinë çdo njëri prej juve këtu." Për shembull, Allah azza wa jall thotë, nëse një fëmijë na përmet pejgamberit alayhis salam, nëse një babës I des fëmia, thotë Allahi I vet me laçet kështu drejt për drejt, ju thotë, a ja keni marr shpirtin fëmijës robit tema? Edhe me laçet thonë, po ja rob. Edhe Allah azza wa jall thotë, ja keni marr frutet e zemrës. A di çka I bie frutet e zemrës? Ja keni marr pasardhsin.
Do thonë se çaj fëmijë ka mujt me pat pasas, ja kina lozën, ja kina trashëgimin, ja kina keta, a ja kina loçkën e zemrës sa. Edhe me lash që thojnë po ja rob. Edhe Allah azza wa jalla i vet thot, çysh e gjetet robin tem kur automatikisht ja morët fëmijën, çysh e gjetet? Kur vdiq fëmia i vet, çka thoi ke robin? Thë ke të falenderoj edhe ishte i kënaq me caktimin tan. Që thanë fillim, jo i kënaq më gëzuti, më që me këci preset ka dhe fëmia. I kënaq tu, prej pe Allahit ka ardhur kjo meselë, do të thonë, kjo sprov, edhe në moment Allah azza wa jalla thot, ndërtojani robit tim, ndërtojani automatikisht më një herë. Tash në xhennet ndërtojani robit tim një shtëpi, një pallat që keni më emërtuar me emrin, do të thonë pallati, shtëpia e kujna e falënderimit, do të thonë shtëpia e hamdit. Para mendoje ti ban sabër, Allah i ta ndërton një shtëpi në xhennet. Kush ka ndërtu me shtëpi në xhennet, kush ka ndërtu me shtëpi në xhennet, kjo i vjet që veç vdekja jote të pret që të më shkon në xhennet. Ose çen një malet me ofam. Në hadith pejgamberit alayhis salam që nuk ka lidhje me temën tonë. Kush e lexon surën Kul huwallahu ehad? A ka dënjani se di çtu Kul huwallahu ehad? Kush e lexon surën Kul huwallahu ehad 10 herë në ditë, Allah i ndërton një pallat në xhennet. Shka të ndalë me lexu 10 herë surën Kul huwallahu në ditë? Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 herë dit. 10 herë Allah azza wa jall ka me ta ndërtuar një pallat. Do të thonë është punë e madhe. Mos e ndalni, do të thonë mos e ndalni. 10 herë lexoj. Tash tu nguli xherat, lexoj në vetë ti 10 herë të ndërtohet një pallat te Allah azza wa jall. Pastaj dashur besimtar. Muhamedi alayhi salatu wasalam na bani thirrje që në sprova, do të thonë ta kujtojmë humbjen e tij. Pse më kujtu humbjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thonë: O ju njerëz, kush do që goditet me dëni fatkeqësi, do të thonë me një sprov, le ta kujtoje vdekjen time, se nuk ka sprov më e madhe që mundet më ndodh ummetit tim se sa vdekja ime. Çka e than fillim të ligjëratës. Ama kallzon dikush tash një sprov që i ka ndodhur në jetën e vet, që pejgamberit alayhis salam si ka ndodhur. I kanë vdek fëmijët, 6 fëmijë. I kanë vdek gratë. Do thonë i ka vdek Hatixha radhiyallahu anha. I kanë vdek pejgamberit alayhis salam doslart. I kanë vdek pejgamberit alayhis salam familjar. Se kanë pranuar familjen e vet. E kanë përzon pi vendit vet. Do të thonë i kanë xhujtën ato brendsinë e kafshëve, do të thonë atë fllëçtinën e madhe të kafshëve mbi shpinën e pejgamberit alayhis salam. E kanë torturuar, e kanë xhakos. Ma kallzoni, do të thonë na isprov që i kanë ndodhur dikujt, që si kanë ndodhur pejgamberit alayhis salam. Ma jepni na isprov. Ma jepni na isprov se tregoj se çfarë pejgamberi ka ndodhur. Për shembull, Aburgos pejgamberi i Zotit, Jusufi alayhis salam. Thon ma tregojnë ai sprov që mundi më thonë që çka sprov ka ndodhur, si ka ndodhur pejgamberëve të Zotit. Për shtatë janë pejgamber, ne jena veç njerëz. Thjesht, për shtatë janë pejgamber, ne jena veç besimtar thjesht. Se më na pas bën neve Zoti, do të thonë diçka pozit më të madhe, çush njëri e kishte bëni pyetje pse Allah i sumboni shok pejgamberit alayhis salam. Nuk të ka bëu shok pejgamberit alayhis salam se un paskon shok i Resulullahit alayhis salam, ndoshta un paskon gjallë në atë kohë shekon kundër pejgamberit alayhis salam, shekon ai mushrik të luftu pejgamberin alayhis salam. Do thonë, nuk është lehtë me thonë ti shakon. Elhamdulillah që jenë që këtë kohë dhe thuj Allahit elhamdulillah. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam i mësonte se çka duhet me thonë rast provave. Ummu Seleme transmeton se Muhamedi alayhis salam ka thonë, nuk ka musliman që kur goditet me ndonjë fatkeqësi, edhe thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, te Allahu tjene dhe te Allahu kena mukthy, përveç se Allah ka me ta kthy me diçka të mirë në këmbim, do të thonë ka me ta kompenzuar me diçka të hajrit. E këtu e kena një mësim dashur besimtar, që nuk guxon besimtari me thon fjalë të rrezikshme. Fjalë rrezikshme diçka është. Me thonë, o Allah, pse bash mu ma more fëmijën? O Allah, pse bash mu më shove që ka qëran? O Allah, bash mu ma more burin moshërinora? Nëse i thu qëto fjalë, qëto janë fjalë shumë të rrezikshme që mund të mi thonë besimtari, karshit saktimit të Allahu që Allahu azza wa jall e ka vë për juve, e që tu e kena një mësim, mas që ti hadithit, mësimin që gjdo një non e gjdo një bab ka gabu. Vallaj që tu ketë gabujna. Transmetohet se pejgamberi alayhis salam nëpërmjet Xhabir ibn Abdullah se thot, ndalohet lutja, mu lut kundër fëmijës tanë, kundër vetës, kundër pasurisë, absolutisht. Për shembull, ç'është është hadithi? Thot, mos u lutni kundër vetës juve, mos u lut kundër vetës. Ka ndodhur një fatkeqësi, o Allah ma merr shpirtin, jo ve alltan se ka jeta, Allah vazhdon jeta, sabër se ndryshon jeta. Thot, mos u lutni kundër vetës tuaj, kundër kujna, fëmijëve të juve, kundër, do të thonë shërptove të juve, këtu rast është punëtorëve që i ki. Mos u lutni kundër pasurisë tuaj, mbase lutja mundet mu bohe në nëj kohë që pranohet në moment. Për shembull, çfarë mësimi kena këto? Disa nana i thojnë e vlatëve të vetë, thefsh qafën. E kupton? Disa nana, disa baballar, i nemi, do të thonë fëmijët e vetë pa arsye. Edhe të ka nervozu fëmijë atje, ne fëmijët.
Ku e di Allah azza wa jall çat nemën që i të bëj, i të nin fëmijën tan, e pranon në moment tak, e pranon automatikisht nemën fëmia jot, ja shkatron jetën e fëmijës tan, si rezultat i shkajit, se s'e ke përmbajt gojën ti si nane si baba. Do të thonë, mund është mja shkatru jetën loçkës tane, të zemrës tane, se unë e di se nuk ka nënë që do me nejnë fëmijën e vetë. Unë e di që nuk ka babë që e nejnë fëmijën e vetë me qëllim. Mund është me nejnë ti fëmijën tanë kër i e nervoz, e di, pi pa dashjes, mos e nejnë fëmijën tanë. Se nëse bëhet në i fëmijë keq, ndoshta është si rezultati lutjeve që ti ki bo kundër fëmijës tanë. Do të thonë, mos i thuj kur fëmijës tanë, sidomos do fjali, o thij, stakfirullahu e tubu ilej. Shmurësh mi thonë fëmijës kësi fjale, e këpëton. Se është interesante se veç të net e shqiptarët me emnat e kafshve do të thonë krenohen. Thëj ishte ki. Çfarë thëjive stakfirullahu tubu ilej. Do të thonë, aja bën për kontekstin e mirë, zguxon ti fëmijës më ia thon në kësi konteksti për do të thonë fjalion ose për shembull me nem kësi raste që ti e sheh, do të thonë e sheh fëmijën tanë të bëni zullum, edhe ti pse e ka bërë zullum ti e nem fëmijën tanë edhe automatikisht fëmijës tanë nëse pranohet prej Allahut azza wa jall lutja, çka i bën masani? Për çfarë sy çtuni kujdes të veçantë. Kujdesi i veçantë për nanat edhe për baballar. Kjo është fillimisht për mua, unë jam babë vet, e për gryën time, pastaj për çdo njërin për ju që ka fëmijë, kujdes, sidomos nëse keni fëmijë më të vogël. Sidomos, mos ja shkatroj jetën për një fillim me lutje kundër fëmijës tan. E Muhamedi alayhi salatu wasalam, për shembull, çka thot? Transmeton Enes ibn Malik, do të thonë Ebu Malik al-Ashariu se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thonë, katër gjana prej umetit tem janë trashëguar prej kujt prej ignorancës. Për shembull, më na me përkthim ndryshe. A di kur thëna dikush komunist, pse komunist? Se alo sillet e komunistit i ka. Do të thonë i ka do shprehje të komunizmit ose të leninizmit ose të Stalinit, do të thonë ative ideologjive të mëhershme. E për shembull pejgamberi alayhis salam thotë, prej xahilietit ignorancës që e kanë trashëguar, do të thonë umeti islam, edhe muslimanët janë katër sene. E para, më thon, a di çfarë familja mune, a di kujna jam unë, a di kanë kam dajun. Do të thonë e para që kjo është ignorancë është kjo më thon, a di kanë kam dajun, puna madhe kanë ki daj. Do thonë e dyta, mi janë nënçmu dikuj na familjen, mi thonë, a çaj familje s'kana, kur gjosin ju, e di. A pi Karshagës, a pi Dërvenit, a pi Knena, a pi Lubetin, do thonë nënçmoj njerëzit, nënçmona, i kësa janëësia, zbajshe hiçti. Që kjo është, do thonë, që pejgamberi alayhis salatu wasalam, do thonë e kanë ndaluar shumë keq, e treta kush është me vajtut e vorrët. O sa e keqa me vajtut e vorrët. O punë shumë e rëndë është kur dese dikush, jo me kajt, se ka njeri, rreth loti, ka njeri, e kupton? Ama me vajtu, a di sa ka, valla ka shumë. Bile në Shkup një informacion, çto në Shkup. Në Shkup ka gra që paguhen, thirrësh i paguhen me pagesë me vajtut e xhenazë e dikujt, e dini? Paguhet me parë në Shkup, jo dikon. Në Shkup ka njerëzi që paguhen me ardh me vajtu, ai ka veç dimë nxjerr lot, ai do të thonë dimë nxjerr lot pa mërzi, ti e pagun se më thon se shumë mërzi që ka familja që i ka tek do të thonë çiki njëri brenda familjes. Do të thonë ala ka ignorantat më dhoj. Edhe e katërta është për shembull që nuk ndodhte ne elhamdulillah këtu në pastrum me lip shivin sipas yjeve. Për shembull kishir yje, pa kanë sot do yje çkne, hajde Allah sa të pru shivin. Do të thonë këto janë se shivi vjen me caktim të Allahut, nuk vjen pse kanë dal yjet në qiell. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam e ndaloi kërkimin e vdekjes nga besimtari, për shembull ka raste specifike. Ama ato nuk i diskutojnë në këtë ligjërat. Transmeton Enes ibn Malik se Muhamedi alayhis salam ka thonë: askush prej jush mos ta dëshiroj vdekjen për shkak të ndonjë fatkeqësie që e gjen, për shembull, ka rënë ai smuje me kancer ose metastazë ki, ose domethënë ki është shumë rënd situatën, kur mos i thuj Allahut azza wa jall, o Allah bema vdekjen se shumë keq jam. Kur mos i thuj? Kur çfarë do smuje me ta? Çfarë do fatkeqësie me ta? Këtë familja me të vdek, kur mos e lip vdekjen. Domethënë mos e lip vdekjen, a di pse? Çfarë qëllimi është? Do të thonë mos e majt vdekjen. Se pejgamberi alayhis salam vazhdon hadithin ku thotë, e nëse dëshiron dikush, për shembull tash, nëse dëshiron dikush me vdek, kish ka li me thonë, o Allah, më mbajt gjallë për sa kohë ekzistenca jeme, do të thonë është e mirë për mua, do të thonë sa ekzistojmë është e mirë për mua, thotë edhe më merr me vdekje nëse vdekja është më e mirë për mua. Për shembull, me thonë një rast konkret. Kjo i bie me përkthim ndryshe. O Allah, merr ma shpirtin, nëse veprat e mia të mira janë më shumë se të këqijat, edhe me veprat e mia unë fitoj xhenetin. Se ti mundesh me lip vdekjen, ama kur ku e di ti çfarë vepra kiti te Allahut pranuar që ndoshta të këqijat janë më shumë se të mirat, ti vdes në dunjë, hub dunjon, edhe dunjon edhe ahiret, edhe ahiret në xhenem. Do të thonë lip me kërku vdekjen nëse, do të thonë ti e ke ka përsi, e di dikush i ka bënë 80 vjet, 90 vjet, thotë o Allah. Se kallëzon zemra, do të thonë më shumë çka do dy sene, dashurinë për jetëgjatësinë edhe e dyta dashurinë për pasuri. Nëse do të thonë prej neve dënjani, nëse dënjani prej neve, për shembull, i ka bëu 60 vjet, 80 vjet, edhe
E shet që ka smuje ndryshme, me t'i lutë të Allahit, o Allah, ma merë shpirtin që atëhere kër e kam mo, do të thonë veprat e mia i kanë kapërcit këqijat edhe e fitoj xhenetin me veprat e mia. Do të thonë gjithësi formë, jo me lutë, o Allah, sot merë ma shpirtin. Do të thonë nuk lejot në Islam me mu lutë kundër vetës tane edhe me ta marrë Allah e Zogjel shpirtin, do të thonë shpirtin. Për shembull, Muhamedi alayhis salam i ngushëllonte edhe u aletësonte dhimbjet. Për shembull, kur Abdullah ibn Xhaferit i erdhi një lajm për vdekjen e Xhaferit, do të thonë birit vet, Muhamedi alayhis salam u tha familjarëve të vet, e çto elhamdulillah kemi një traditë shumë të mirë ne. Elhamdulillah, do të thonë çka kena mishrua sunetin e pejgamberit alayhis salam çdo njëri prej neve. Do të thonë nuk di që ka dikush mangësinë në çket pikë. Muhamedi alayhis salam tha, përgatit një ushqim për familjen e Xhaferit, që ka dek Xhaferi, thot sepse ato kanë marrur lajmin që ti mbajnë, do të thonë kanë më të zantë, diku. Ti mirësh me vdekjen e zant. Te ne elhamdulillah, do të thonë kur des dikush i çojna buk, se nuk i lajna për shembull marrë me bukën. Çka janë traditë, inshallah kurse ukna. Do të thonë kjo është traditë e pejgamberit alayhis salam. E pastaj Muhamedi alayhis salam, masi e tha këtë fjali, i mor fëmijët e Xhaferit edhe ja nisi me kajt. Ja nisi me kajt pejgamberi alayhis salam, se u mërzit shumë. E dashur besimtar, Muhamedi alayhis salam inziste njerëzit që të kujdesen për të vejat edhe jetimt. Dy kategoritë më të sprovuara që janë në popullin tonë, do që nuk mundi me pa, më shumë se çdo dy kategori janë një jetimat, Allah azza wa jalla na mundsof që ti na të kujdesshëm ndaj jetimave, edhe dytë janë ato gra që kanë dek burrat. Do të thonë sidomos tash në Ramazan, hulumton edhe një familje, banë sirç, lipen ai familje që Allah azza wa jalla ja ka marr burrin, ose për shembull Allah azza wa jalla ja ka marr në këtë rast, do të thonë ose jetima ose të veja, edhe do të thonë e veja me fëmijë është me jetima, do të thonë ose nëse është vetë lipe shkojpja dhe një dinar, ose shkoplia në i paket, në i sen, ledhatoja, do të thonë letësoja, do të thonë aspektin financiar se kanë seher krizë, çdo dy kategori kanë shumë kriza derisa janë të vogël, jetimi derisa është i vogël edhe do të thonë e veja derisa të dese. Për këtë arsye ja lehtësoni tash domos në Ramazan. Unë është me gjetë, shumë letë është me gjetë. Se mos në kaserolla dhe ka gazibaba, ka familje që bajgin njofna. Personalisht një shumë familje që ka shumë jetima edhe shumë të veja. Për këtë arsye nxitja u dorën në këtë aspekt. E dashur vëllezër besimtar, se a di çka ka transmetuar për shembull se harova ta transmetoj edhe këtë pjesën tjetër të hadithit, transmeton Sahel ibn Sa'di se Muhamedi alayhis salam ka thënë, unë edhe për kujdestari i jetimit, e keni një këtë hadith, çështu kena më kanë xhenet. Do të thonë sikur çdo dy gyshtat. Thonë ngat, se nuk është lehtë më për kujdes për jetimin dhe shpërblimin e ka të madh. E Muhamedi alayhis salam për shembull i jep ke parë atyve për më u lecu pikëllimin, çysh i jep ke parë. Për shembull, Muhamedi alayhis salam ju dha bujarisht kujna banorëve, do të thonë të Mekës, kurejshitëve, pas çlirimit të Taifit, edhe u prekën kur dha shumë parë pejgamberi alayhis salam te banorët e Mekës, u prekën Medinasit, u prekën. Tha një Rasulullah veç ative t'ju dhan, e këtu e kena një shkollë dashur besimtar. Kur dikush është shumë zor të madh, është dikush shumë zor të madh, dhe ti e di, organizojmë me shokët e tu, mbledh në një dinar që më jalo borxhin. Se tash edhe një hadith është mbas kësajna që për shembull kur e di që dikush ka krizë të madhe në borxh, ama nuk ka një borxh për bixhos, për kazino. Ka një borxh që ka dash në biznes, me lecu jetën e vet, po çka Allah si ka dhënë bereqet. Ka një borxh shumë. Kur ka hiç si borxh shumë, ti më ja lecu, do të thonë aspektin financiar, me mbledh një dinar. Më ja dhon me një 50 euro se kushdo s'kushton. 10 veta ka 50 euro, 500 euro. Do të thonë, mu boga 100 euro, që ku i keni 1000 euro, ai ndoshta 1000 euro borxhi ka, për ti 1000 euro kur gjos janë, aparat 1000 euro ndoshta kiamet janë. Do të thonë, mu mundu pak më u lecu njerëzve situatën çysh pejgamberi alayhis salam u alargonte pikëllimin me shka me aspekt financiar. E dashur vëllezër besimtar, kena më përmend edhe dy pika dhe inshallah me lehtë Allahu azza wa jalla e përfundojna. Muhamedi alayhis salam i porosiste ato me dhon sadaka. Për shembull, transmeton Abu Said el-Hudriu përsëri se një njeri ishte i zhytur në borxhe të mëdha, çka e përmendëm. Kur Muhamedi alayhis salam e kuptoi gjendjen e atij, se është shumë borxhe të mëdha, i kërkoi me mbledh parë. Sikur hoxha me lip me thon, hoxhe vot, ne e njohna njëri në xhami që ka borxhe, sot kur dalë dikush, mos t'i japë 10 dinar. Se këtu nuk ka të bëma vetë për sadaka. Këtu atë u për një sadaka ma nivelin altë. Je pak ma te për pare që lecojna vllavit tonë, që kur të venin në xhami, ti je rahat në safa, ma i sumë bjenë sejshde pi gajleve të mdoja. Do thonë, hajtë ja lecojna situatën, edhe pejgamberi alayhis salam ju tha, hajtë të mbledh na pare, edhe ja nisën me mbledh pare. I pshin, kush sa mujke? Ama nuk u bo apet qajo shuma që li mja la borxhin. Edhe pejgamberi alayhis salam i tha atij borxh dhënësit, ai që e ka dhënë borxhin, i tha, meri që to, do thonë, meri ma mirë që të i kimi marë, që ka të ofrohet tani, meri që ato se në mledh, meri edhe minusoj të borxhi. Këtu e kina një mësim, se para do ligjeratave, kush ka qenë prezent, kina folën, se sot borxhlia hika, po, sot borxhlia, do thonë të hik ti e sta qenë telefonin. Ne po dojna me folë tash për një kategori tjetër, kur e sheti se dhe një borxhli që ka marë borxh,
Ka marrë borxhlia, edhe e shet që ai munohet, be valla munohet të kthej borxhin. Munohet, punon e ta kthej borxhin, s'munot Allah. Nuk mundet të ndel ai shpirtit, shtyja afatin. Ama nekin mos bëhet për shembull borxhlia, që të ka marrë borxh me parat e tuaj shkon pushim. Që ket nga re valla. 50 herë në telefon. Ama, do të thon kur bën ai luks me parat e tua, që ti ja ke dhënë borxh, lipja. Ama kur e shet që me mishe me shpirt, mundohet borxhlia që me mishe me shpirt, me ta kthej edhe sa të mujt. Allah sa ti don sukses. Shtija afatin se vapi i madh është me shtija afatin. Ta shtija edhe 1 vjet, shtija edhe 2 vjet, nëse nuk don, do të thon urgjentise, shtija sa të munduaj, atë të mundu me ta paguajt. Ama jo ti më jazon për fyti, më jazon krije njerit, më thon, ja sot ja s'ka, po s'ka për muri kështu. Po s'ka për muri kështu. Nëse për nimeti nuk don, ty s'kam shtet për muri, edhe ti mos e fshet ikam për muri. Për këtë arsye, është mirë më shtija afatin atij i cili mundohet. Ai shka, do të thon, ban luks me paratë tua, atë të muj bile edhe kanimi herë në telefon thirrë. E dashur vëllezër besimtar, dobi nga hadithi që i nxjerr na është që do të thon, dobia e parë që nxjerr nga hadithi është që mi nxit njerëzit me dhon parë, sadaka, do të thon lip mi nxit, valla lip mi u përmendën njerë. So xhallar, unë për veti personalisht u urrej me fol për, do thon sadakon se menon që hoxha ka parë. Valla hiç, do thon, hiç e kam për çefi këtë temën e sadakos. Thon, kjo është sakt ndin të Allahut dhe ka shpërblimet loja, ama kur i fol për sadakon xhamatit më njerë menon që ka parë të çon mohabetin. Do thon, kur folin këtë rast lip mi nxit njerëz me dhon sadaka, pse se më u lecu njerëzve gajlet edhe pika e fundit dashur vëllezër besimtar, është që Muhamedi alayhi salatu wasalam na mësoi, do thon që ta bashkëngjej me njëri tjetrin, edhe e dyta na mësoi që me njëri tjetrin çysh mi kallxu dhe shka lip me thonë dhe çysh lip me kapërcie dhe shka lip me mësu prej sprovave. E para është transmeton Amr ibn Hazm se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thonë, nuk ka besimtar që e ngushllon, do thon vllavin e tij, që kjo është para ato që shkojnë në të pame. Nga rejni me shkun të pame, thot përveç se Allah do ta vesht atë me, do të thon, me rrobat e nderit deri në ditën e Kiametit. A ka nder më të madh se sa mu kon humanist. Ama jo mu kon prevarant. Do thon mu kon humanist, jo me vjedh sadakajën edhe zeqatin që tipet prej muslimanëve. Për shembull, me marr një shembull të mirë, e kena Halil Kastratin. Pavarësisht çfarë mendimi mundi me pot, pavarësisht çfarë situate mundi keni ndëgju. Njëri ka ndërtuar për shembull me qindra shtëpia. Do të thon me pasurinë e muslimanëve, sa i ka dhënë para të veta, thon akon humanist edhe Allah azza wa jalla e ka nderuar me shka, e ka nderuar me një krenari të madhe që është humanist edhe bamirs. Do të thon është një nder i madh, më kanë humanist zonjani prej neve, edhe e fundit dashur besimtar transmeton Usame ibn Zeid se çika e pejgamberit alayhis salatu wasalam e dërgoi dikot te babai i saj me porosin, fëmia jon është në pranë vdekjes, e ja luten. Do të thon çika e pejgamberit alayhis salatu wasalam pe thirr pejgamberin, pe çon dikan me thirr pejgamberin alayhis salatu wasalam çika, do të thon çika kujna mesa e pejgamberit alayhis salatu wasalam, këtë çka kthen mesazhin pejgamberit alayhis salatu wasalam. Allahu ti takon ajo që e merr dhe që e jep. Do të thon sabërli nivelit nalt. E pastaj thot, dhe të gjithë kanë një periudhë caktuar kohore. Këtë kena me dekni ditë, thot prandaj tregoni durueshëm dhe prisni shpërblimin prej Allahut azza wa jall. Unë për fund du me thonë që Allah azza wa jall kur të na sprovoje, inshallah, se kur vjen sprova, me sprovën vjen edhe sabri. Këtë e thonë qëtë. Vdiq baba, për para se ne kam menu se që me dek baba. Ama kur vdiq baba, Allah i ma pru edhe sabri. Për një me, Allah i tabi edhe sabri në moment sprovës. Dhe më thonë, Allah azza wa jall na mundsof që në rastet sprovave, Allah i të një japë edhe sabrin, e inshallah me sabrin që e kaldojnë e fitojnë edhe xhenetin Allahut azza wa jall. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.